Shqipërisë, do thotë. Po sa i përket pyetjes së bërë normal që ka vend për Kosovën në BE dhe në procesin e antarësimit, pa nuk punosh me data, por me masim do thotë përbarimin në atë mënyrë që është më rëndësishme sa më suksesshme Kosova të jetë në përmbushjen e reformave, aq më suksesshme Kosova do të jetë, ose edhe sa më suksesshme do të jetë Kosova në dialogun Prishtinë-Beograd, do thotë shancat janë më të larta që të fillojmë me negociatat. Prandaj është pjesa, kjo është pjesa politike. Për te politikës është më rëndësi që të angazhohen me antarët. Antarësimi është ka një pjesë teknike dhe tjetra me dinamikën politike të shtetit anëtare, dhe apeli im për secilin vend anëtar është që të angazhohet. Nuk mund të jap një datë ose vit, por jam 100% e bindur që do të punoj ngushtë dhe palodhshëm me qëllimin që të parafroj Kosovën sa më afër Bashkimit Evropian. Për sa përket Serbisë dhe përkushtimeve që janë bërë në të kaluarën, është një pjesë e rëndësishme e mënyrës se si Serbia do të trasojë rrugën e vet për do të thotë përkushtimi i saj për Banskat dhe mosdotimi i tyre nuk është mirë që të kaloj i tillë. Ky plan i rritjes bazohet në instrumenta special financiare dhe rregulla qarta. Rregullat janë Kosova të përmbushë reformat e veta në mënyrë që të merr fondet. Jam e kënaqur që gjatë zgjedhjeve dhe zgjedhjeve të përkohshme dhe parlamenti kishte ratifikuar 2 marrëveshje, do thotë për me marr 61 milionet. Tani në përgatitje që të paguajnë thotë pagesën e parë, dhe për fatkeq do thotë që instrumenti do thotë do të mbaroj me buxhetin 2018. Mënyra rruga e vetme është që Kosova të përmbush reformat. Kosova ka një rrugë të një periudhë të herët dhe e cila do të përfundojë së shpejti. Apeli im sot ishte prandaj ja përsërita kryeministrit, por gjithashtu tek kryen negociatorit ose planit negociatorit, i kam thënë ju lutemi, do të ishte shumë keq Kosova do të mos t'i gëzonin frutat e atyre pagesave. Faleminderit.